Kjo rezolut mbështetet në parimet kushtetuese dhe në standardet ndërkombëtare të drejtësisë, duke riafirmuar përkushtimin ndaj shtetit të së drejtës, pavarësisë së gjyqësorit dhe respektimit të plotë të drejtave themelore të njeriut, ashtu siç përcaktohen në Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, Paktin ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike dhe Deklaratën universale për të drejtat e njeriut. Deputetët nënshkrues sikurse janë Ali Ahmeti, Talat Xhaferi, Skender Rexhepi, Riad Shaqiri, Ilir Hasani e të tjerë u bëjnë thirrje të gjithë deputetëve të kuvendit pa dallim përkatësie politike që t'i bashkohen kësaj nisme dhe të mbështesin rezolutën me votë, në funksion të forcimit të parimeve universale, të drejtësisë dhe respektimit konsekuent të standardeve ndërkombëtare për një proces të drejtë dhe të paanshëm. Nëpërmjet kësaj nisme parlamentare kërkohet që proceset gjyqësore që po zhvillohen pranë dhomave të specializuara të Kosovës të zhvillohen në përputhje të plotë me standardet më të larta ndërkombëtare, duke garantuar prezumimin e papajësisë, mbrojtjen efektive dhe gjykimin brenda një afati të arsyeshëm për të gjithë të akuzuarit. Në ndërkohë, përmes një videomesazhi, kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka bërë thirrje që më 17 shkurt në ora 14 bashkërisht të marshohet në Prishtinë. Me 17 shkurt organizohet marshi për drejtësi e jo politik. Ju kisha ftuar vëllezër e motra, të gjithë së bashku të marshojmë në sheshin Skënderbe për pafajësinë e bashkëluftarëve, për njerëzit që kontribuan për liri e pavarësi që sot ne e gëzojmë. Kohë më parë edhe në Shkup u mbajt një protestë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s, protestë e cila u përcoll me forca të shtuara policore dhe debate politike.